BDI njëjtë si VMRO nuk dëshiron që të zbardhen rastet Monstra dhe Sopoti. Pjesa më e madhe e deputetëve të kësaj partie nuk votuan ligjin për mbrojtjen e dëshmitarëve. Një javë para afatit të parapar për shpërbërjen e kuvendit, 4 partitë nënshkruese të marrëveshjes së Prishtinës nuk kanë zgjidhje për ridefinimin e njësive zgjedhore. Studentët e Universitetit e Europës Juglindore vlerësojnë se shkrirja e ulës në Universitetin në Antares rrezikon ardhmërinë e tyre. Personat e panjohur kanë ngjyrosur me ngjyrë plisin e Isa Boletinit në bustin e vendosur muaj më parë në Saraj të Shkupit. Mirëmbrëma të nderuar shikues, jemi takuar përsëri bashkë me mua në edicionin qendror informativ këtu në televizionin Shenja. BDI-ja njëjtë si partneri i saj koalicionit VMRO-DPMN nuk ka mbështetur me gjithë përbërjen deputetëve ligjin për dëshmitarët e mbrojtur të kërkuar nga Prokuroria Speciale. Disa prej deputetëve të BDI-s edhe pse ishin në sallë nuk votuan pro këtij ligji. Ligji është i domosdoshëm me qëllim që në lëndë të caktuara të mundosohen dhe dëshmitarë shtesë. Të tilla janë rastet e Monstrës dhe Sopotit. BDI, ashtu si edhe VMRO-DPMN nuk i kanë mundësuar sot Prokurorisë Speciale Publike që të zbardhë rastin e Sopotit dhe rastin Monstra, për shkak se nga 19 deputetë e kësaj partie, vetëm 8 kanë votuar pro ligjit për mbrojtjen e dëshmitarëve, 4 deputetë kanë qenë të pranishëm në sallë por nuk kanë votuar, ndërsa 7 deputetë nuk kanë qenë as pak të pranishëm. Për propozim ligjin për dëshmitarët e mbrojtur, ligj i cili kërkohet nga Prokuroria Speciale Katisa Janeva që të mund të hapen në rastet e Sopotit dhe Monstrës, pro kanë votuar Nora Aliti, Rafis Aliti, Kaltrina Azizi, Rexhail Ismaili, Fjolca Nuredini Mehmeti, Selvie Saliu, Shpresa Hadri dhe Talat Xhaferi. Nga deputetët që ishin në sallë por nuk votuan as pak janë deputetët Musa Ibrahimi, Mirvan Xhemaili, Ejup Rustemi dhe Mirsada Asani Emini, ndërsa as pak në seancën nuk u shfaqen Xhevat Ademi, Artan Grubi, Hasbi Lika, Ramis Merko, Ermira Mehmeti, Yamin Sinani, por edhe lideri i BDI-s Ali Ahmeti. Deputeti i BDI-s dhe nënkryetari i kuvendit Rafis Aliti, i pyetur nga gazetarët pse një pjesë e deputetëve të BDI-s nuk i kanë mbështetur ligjet që shkojnë në favor të Prokurorisë Speciale Publike dhe rasteve të Sopotit dhe Monstrës, ai ka deklaruar se arsyeja është për shkak se propozim ligjet nuk janë propozuar nga vetë Prokuroria Speciale, por nga LSDM-ja. Prokuroria Speciale duhet ngrej iniciativë për propozim ligjet që duhet ne t'i votojmë. Iniciativa duhet vjen nga Prokuroria Speciale, jo nga partitë politike brenda kuvendit, dhe gjithsesi se ne ngelmi në atë qëndrim se me gjuhën argumenteve që do të ofron Prokuroria Speciale, ne do të përkrahemi propozimet e tjera. Një javë më parë, familjarët e rastit të Sopotit, por edhe të rastit Monstra, përmes televizionit Shenja, i kanë dërguar porosi të gjithë deputetëve shqiptar që të mbështesin propozim ligjet në favor të PSP-s, se në atë mënyrë më së shpejti do të zbardhen në rastet e tyre. Samet Lutfiu ka kërkuar nga deputetët shqiptar të mbështesin ligjin, sepse atëherë gjykatat nuk do të kenë mundësi të zvarrisin seancat. Në më shumë të dëshirojmë që ta morrin rastin kja Prokuroria Speciale, që të zbardhët e rasti, mos ta pengojnë. Edhe i kishna lutë shqiptarët, parlament që morin pjesë, mos ta pengojnë për ata shapili për ata dëshmitarët e mshet, që në zbardhët e rasti. Ndërsa Bedri Ajdari, njëri nga familjarët e të akuzuarve të rastit Monstra, deklaroi se ka mjaft dëshmitar që mund të dëshmojnë si të mbrojtur dhe vetëm në këtë mënyrë mund të përfundohet kjo punë një herë për gjithmonë. Mendimi im është se ka marrëveshje politike. Unë po ta mbroj anën këndej, ti ma mbroj anën këndej dhe ne pak do të jemi barabart në qeveri ose në pushtet. Asgjë tjetër nuk ka. Ndoshta të folim realisht, ndoshta BDI-ja dëshiron për rastin e Monstrës të ketë ligj, por ligji nuk votohet posaçërisht për një rast ose për 2 raste. Ligji do të vlej për më tepër raste dhe ato i dinë punët e veta se si kanë dhe çka mbrojnë. Por ndryshe, po të jenë të realt, ato duhet ta votojnë ligjin më njëherë. Pa hamenje, pa më dyshje, nëse ti nuk ke çka të fshehesh, përse mos ta votosh ligjin?
Edhe pse propozim ligjet për vazhdimin e mandatit të prokurorisë speciale publike dhe për dëshmitarët e mbrojtur i propozoi vetë LSDM-ja, ka pasur edhe deputet të kësaj partie që nuk kanë votuar për ligjin i cili shkon në favor të rastit Monstra dhe të rastit të Sopotit. Ambasada e SBA-s në Shkup ka reaguar pas refuzimit të koalicionit të qeverisës që të votoj ligjet e kërkuara nga Prokuroria Speciale Publike. Sipas tyre, të gjithë partitë duhet të përmbajnë obligimeve të dala nga marrëveshja 20 qershorit në mënyrë që të sigurohen zgjedhje të drejta dhe demokratike, si dhe të mos pengohet puna e Prokurorisë Speciale dhe mbikëqyrësve të pavarur të mediave. Vendosja e llogaridhënies për përgjimet e paautorizuara dhe dyshime për keqpërdorime janë të një rëndësi kruciale që të mund të Maqedonia të dalë nga kriza e vazhduar. Besojmë se kërkesat e Prokurorisë Speciale Publike janë të drejta për hetim të pavarur dhe në themel të fakteve, thuhet mëtej në reagimin e ambasadës së SBA-s në Shkup. Me njerë pasi ligji për mbrojtjen e dëshmitarëve nuk arriti që të kalojë në kuvent, kanë reaguar familjarët e të akuzuarve për rastin e Sopotit. A thua akoma ka shqiptar që u pengon zbardhja e rastit të Sopotit, kur të gjithë jemi dëshmitar se si bëhet pazarllëku përmes telefonit që të dënohen vetëm se jemi shqiptar. Bomba e 25 tregon pafajësinë e Sopotasve, turp për ata që nuk votuan ligjin për dëshmitar të mbrojtur. Kështu thuhet mëtej në reagimin e familjarëve të akuzuarve për rastin e Sopotit. Vazhdojmë mëtej me lajmet. Partitë ende nuk kanë marrëveshje për ridefinimin e njësive zgjedhore. VMRO-DPMNE insiston që vetëm 2000 votues të transferohen nga njësia e 6 në njësinë e 5 zgjedhore, ndërsa kjo sipas PD-s është marrëveshja e fshehtë mes VMRO-DPMNE-s dhe BDI-s, e cila do të miratohet në çastet e fundit. Nga BDI vazhdojnë me retorikën për barazinë e të gjithë njësive zgjedhore, ndërsa LSDM akuzon se partnerët e koalicionit merren vesh për kuadro dhe tendere, ndërsa aktrojnë mosmarrëveshje për tema të rëndësishme, si kjo që rrezikon dhe mbajtjen e zgjedhjeve më 11 vjetor. Një javë para afatit të parapar për shpërbërjen e kuvendit që do të hap rrugën zgjedhjeve të 11 vjetorit, 4 partitë parlamentare të cilat kanë nënshkruar edhe marrëveshjen për këto zgjedhje, ende nuk kanë zgjidhje për ridefinimin e njësive zgjedhore. VMRO-DPMNE ka përsëritur qëndrimin e saj se vetëm 2000 votues duhet të transferohen nga njësia e 6 në njësinë e 5 zgjedhore, me çka dallimi mes njësisë së 6 dhe të 3 do të mbetet edhe mëtej i lartë. Očekujeme razgovori v tekov naselja. Presim bisedime gjatë periudhës në vijim. Unë disa herë kam folur për këtë temë. Bëhet fjalë për 3-4 vendvotime që duhet të kalojnë nga një njësi në tjetrën. Janë më pak se 2000 votues. Nëse ka parti që duan këtë moment ta shfrytëzojnë që të kenë temë për çfarë të flasin para qytetarëve, në mungesë të projekteve dhe politikave konkrete, nëse duan që vetëm në kuadër të një nacional romantizmi të bëjnë agjendë për paraqitjen e tyre para qytetarëve, është problemi tyre. Nga BDI thonë se janë të interesuar për barazi të plot të votës së qytetarëve dhe për afrim të numrit të votuesve në 6 njësit. I pyetur nëse kjo temë mund të bëhet shkak për shtyerjen e zgjedhjeve të 11 vjetorit, Rafiz Aliti nga BDI tha se ka edhe 1100 arsye të tjera nëse ndonjë parti dëshiron shtyerjen e zgjedhjeve. Bashkimi Demokratik për Integrim është interesuar të kemi zgjedhje. Të kemi zgjedhje të rregullta, kuptohet dhe kredibile, demokratike, por ka 1100 arsye që zgjedhjet mos të mbahen me 11 vjetor, e them këtë pikrisht për atë se partit, qoftë ato opozitare, qoftë partit parlamentare këtu gjithsesi se kërkojnë shkaqe. Partitë opozitare LSDM dhe PD-s thonë se janë në pritje të një propozimi konkret nga 2 partitë në pushtet, VMRO-DPMNE dhe BDI, të cilat i akuzojnë se mbajnë peng zgjidhjen me qëllim të defokusimit të opinionit. Indikativno je što dosega vladjačko množinstvo. Është indikative se pushteti deri më tani nuk ka propozuar zgjidhje të përbashkët. Arrin të gjejnë zgjidhje të përbashkëta për të gjitha temët kadrovike, kur janë në rend ditë e interesat e tyre. Arrin të gjejnë gjuhë të përbashkët për çdo tender që e ndajnë në mënyrë kriminale, por nuk arrin të gjejnë zgjidhje për një çështje që është e qartë. Informatat tona që i kemi janë se koalicioni i qeverisës po përgatit një propozim ndryshim të ligjit të kodit zgjedhor, që do ta kaloj pa konsenzus dhe me cilin edhe njëherë vota shqiptare do të masakrohet si deri tani, nëpërmjet asaj që disa mijëra votues nga njësia zgjedhore numër 6 do të bartën në njësinë zgjedhore numër 5 dhe dallimi prej tani sa është mbi 30.000 do jetë diku 25-6.000
dhe problemi do të vazhdoj dhe vota e shqiptarit do të vazhdoj që të vlej më pak se vota maqedonase. Sipas marrëveshjes së fundit të liderëve të 4 partive parlamentare, zgjedhjet e parakohshme parlamentare do të mbahen më 11 dhjetor, ndërsa kuvendi duhet të shpërbëhet më 12 tetor. Deri në këtë datë, duhet të bëhet edhe ridefinimi i njësive zgjedhore, pasi njësia e 6 aktualisht ka 5.28% votues më shumë se mesatarja, ndërsa njësia e 3 4% më pak. Kështu dallimi mes dy njësive arrin në 30.000 votues. Edhe në seancën e sotme lidhur me rastin e Kumanovës ka pasur ankesa për keqtrajtimin e të burgosurve gjatë transportimit të tyre për në gjykat. Avokati Shazivar Hiseni, por edhe akuzuari Enver Hoxha Klein denoncuan keqtrajtimet e sotme. Hoxha tha se gjatë transportit, policia speciale ka përplasur kokën me njërin prej të akuzuarve të tjerë, ndërsa gjatë gjithë rrugës janë përcjell me sharje dhe fyerje të ndryshme. Vazhdojnë keqtrajtimet ndaj të akuzuarve për rastin e Kumanovës. Keqtrajtimet i ka paraqitur avokati Shazivar Hiseni, por edhe njëri prej të akuzuarve Enver Hoxha Klein. Gjatë kësaj seance, Hoxha tha se gjatë transportimit për në gjykat është keqtrajtuar. Ja kanë përplasur kokën me të akuzuarin tjetër Musadik Pajaziti, si dhe janë përdorur fjalë fyese ndaj tij. Avokatja e disa prej të akuzuarve Artena Ademi tha se ka pranuar ankesa nga klientët e saj për keqtrajtime dhe se për këtë gjë kanë informuar edhe kryetarin e trupit gjykues pas përfundimit të seancës. Ajo deklaroi se do të ndërmarrin të gjitha masat në bazë të kompetencave që i kanë për të informuar institucionet relevante. U ankuan Enver Hoxha Klein, që është me shtetësi gjermane, dhe Musadik Pajaziti, dy klientët e cilët i mbrojmë ne. U ankuan se gjatë transportit ushtrohet dhunë permanente, dhunë maltretim, që zakonisht gjykata kërkon që ta dëshmojmë se a ka hematoma, mirë pa ato janë dhunë permanente, fizike, psiqike, ofendime dhe kohësisht zgjatë për afërsisht 1 orë. Do të gjatë gjithë transportit është ushtruar dhunë të klientëve të mi. Ademi mëtej deklaroi se ka pasur një periudhë kur të arrestuarit nuk janë ankuar për dhunë ose tortur gjatë transportit, mirë po nuk kanë informata konkrete nëse është bërë kallëzim penal ose janë ndjekur personat të cilët e kanë ushtruar dhunën, ndërsa avokati tjetër Naser Raufi, i cili po ashtu tha se të arrestuarit një kohë të gjatë po keqtrajtohen, akuzoi prokurorin, duke thënë se keqtrajtimet e tilla vinë si pasojë e mosreagimit të prokurorisë. Dy të akuzuar ankuan sot para seancës për maltretim, Elkam Arifi dhe Enver Hoxha Klein, të dy domethënë janë dënuar në kohën e transportit deri te gjykata. Domethënë që maltretimi vazhdon prej fillimit, domethënë edhe tutje vazhdon maltretimi dhe edhe që është gabimi të prokuroria që nuk vepron për landat që kemi procesuar në prokurori dhe nuk kanë epilog që më pothuajse Ndërkohë, sa i përket të akuzuarit Sulejman Osmani, i cili nuk është pjesë e grupit që gjykohet, Raufi tha se ka kërkuar që edhe ai t'i bashkangjitet grupit. Sulejmani nuk bashkangjitet domethënë me këtë grup, arsyeja sipas shpjegimit të gjyqit është pasi nuk ka kohë domethënë, intervali kohor nuk e lejon këtë punë, se duhet krejt prova të përsëriten në rast se hin në grupin që tani gjykohet. Kelan do të ndahet domethënë po Sulejmani, por unë si avokati Sulejmani do të kërkoj të bashkangjitet me. Raufi mëtej shtoi se është ngritur akt akuzë ndaj Osmanit dhe se për 10 ose 15 ditë duhet të ketë seancë të veçantë, ndërkaq që gjatë seancës prokuroria publike ka vazhduar me prezantimin e provave materiale. Në fotografit dhe video të prezantuara nga kjo prokurori, paraqitet edhe i akuzuari Sulejman Osmani, i cili i shoqëruar nga policia zbulon vendin se ku janë fshehur armët. Studentëve të OL-s nuk u pëlqen ideja që universiteti ku po studiojnë të shkrihet në Universitetin Nën Tereza në Shkup, duke parë të gjitha aspektet kontroverse që po përcjellin hapjen e këtij universiteti. Ata thonë se kështu do të bie kualiteti drejtanishëm i OL-s, duke bazuar edhe te kuadri partijak që është paralajmëruar në Universitetin e Ri. Reagimi i tyre vjen pasi ministri i Arsimit Pishtar Lutfiu nuk e përjashtoi shkrirjen e OL-s në Nën Tereza.
Studentët e Universitetit të Evropës Juglindore vlerësojnë se shkrirja e UEJL-s në Universitetin Nëna Terezë rrezikon ardhmërinë e tyre, pasi, siç thon ata, studimet që zhvillohen në kuadër të këtij universiteti janë më kualitative dhe kanë më tepër përparësi duke qenë student në këtë universitet, ndërkaq hapja universitetit të ri po shkatron ëndrat e tyre për një ardhmëri më të mirë. Ata vlerësojnë se hapja e universitetit të ri me gjithë përbërjen e kuadrit akademik dëshmon se ka vetëm qëllime politike dhe nuk ofron kushte për një arsim kualitativ. Kjo që ka po i bot Universitetit Evropës Juglindore është në dom. Këta duhet bordi universitetit bashkë me rektorin të marrin një qëndrim që të kenë student dhe mos të bëjnë këtë shkrirje në Universitetin Nëna Tereza, sepse tash e shohim se gjithë partizohen. Nuk bëhet universitet, për shembull, për studiu më shumë bëhet partijak. Dhe rektorin çka e kanë emnu prej tash dihet se i cilës partiji përket. Është gabim të shkrihet Universiteti i Evropës Juglindore në atë me Nëna Terezë, pasi këtu kushtet janë më të mira dhe kemi përparësi më shumë në ta. Mendoj se po, pasi universitetet private kanë një përparësi se ke kushte më të mira për të studiuar, ndërsa këto shtetërore nuk e di janë në lidhje me partitë dhe ka më shumë korrupsion me. Disa prej studentëve dëgjuan për herë të parë idenë e shkrirjes, megjithatë edhe pse për herë të parë atyre as pak nuk u tingëlloi mirë kjo ide. Ata thonë se mes tjerash ajo që do të humbet gjatë kësaj shkrirjeje është kualiteti i arsimit. Në fakt, sipas kam dëgjuar këtë, po nuk kam ndonjë mendim për këtë, se s'm pëlqej ka si ide. Nuk pëlqen të prishet Universiteti i Evropës Juglindore, shkaku që kualiteti dhe tjera. Se di, s'kam koment, valla. Universiteti Nëna Terezë do të fillojë me punë brenda 2 javëve, ku fillimisht do të ndajë hapësirat e njëjta me Universitetin e Evropës Juglindore në Shkup. Ministri i Arsimit dhe Shkencës Pishtar Lutfiu nuk e përjashtoi mundësinë që në të ardhmen këto 2 universitete të shkrihen në një të vetëm. Lëvizja Besa është habitur nga vendimi që viti akademik në Universitetin Nëna Tereza të jetë dyfysh më i shtrenjtë se në universitetet e tjera shtetërore. VMRO dhe BDI-si duket vazhdojnë të sillen sipas doktrinës së enciklopedisë të Akademisë Maqedonase, ku shqiptarët quhen ardhacak. Prandaj ata duhet të paguajnë dyfysh për gjithçka, duke përfshirë dhe studimet në një universitet i cili ende nuk ka as objektin e vet. Ne kemi të qartë se VMRO-s dhe BDI-s u nevojitën mjete shtesë për të paguar antarësinë e Milenko Nedelkovskit në 8 komisione qeveritare, por nuk do të lejojmë që kjo të bëhet në kurizin e studentëve shqiptarë, thuhet në komunikatën e lëvizjes Besa. Besa kërkon urgjentisht që çmimorja për studime në Universitetin Nëna Tereza të organizohet me universitetet e tjera shtetërore. Në të kundërtën, do të përdorim të gjithë mjetet demokratike duke përfshirë dhe protestat për të penguar jepjen e studentëve shqiptarë. Mbi themelimin e Universitetit Nëna Tereza u diskutua edhe në emisionin e parë debatues Arena me profesorin universitar Zeqirian Eziri dhe gazetaren Laura Papraniku. Emisionin që do transmetohet sonde e moderoi gazetarja Joan Ferikan Iliazi Arifit, të cilën e kemi të ftuar në studio. Përshëndetje Ferikan, njëherë urime për fillimin e emisionit të ri. Ferikan, konkretisht shka u diskutua në emisionin e parë debativ Arena, ato pikat kryesore, pikat kyçe, mund të na cekish? Sigurisht janë tema që veç më po trajtohen disa ditë me radhë. Universiteti Nëna Tereza është një risi, edhe pse është paralajmëruar shumë kohë më parë, por tani dikush e shef si një hap pozitiv, dikush e shef si një regres në arsimin shqip. Prandaj kishim edhe gazetaren Laura Papraniku, e cila i ka ndjekur pse afërmi gjithë zhvillimet ose gjithë prononcimet autoriteteve lidhur me këtë institucion arsimor, dhe profesorin i cili sigurisht e njeh më së miri procesin e themelimit të një universiteti dhe gjithë ato procedura teknike të cilat duhet të përmbushen për të mbajtur një ligjëratë mirëfill. Kishim mendime të ndryshme të ndara, domethënë pro dhe kundër, domethënë themelimit të një universiteti, sidomos në këtë periudhë parazgjedhore, sipas Laura Papranikut, kjo është një fushat e partisë shqiptare në pushtet dhe sigurisht një mënyrë për të sistemuar aktivistët e tyre partijak, por nga ana tjetër profesori vlerëson se çdo iniciativë e cila ka për qëllim ngritjen e arsimit shqip, ndoshta edhe për shtimin e institucioneve të tilla, pavarësisht se ato shkrihet me UEJL ose jo,
do t'jetë një hap pozitiv për studentët shqiptarë, sepse sigurisht do të përmirësohen edhe kushtet e tyre për mësim, nëse UEL-ja ka kushte shumë të mira dhe praktika shumë të mira të mësimit, atëherë të njëjtat edhe do të bashkohen me Universitetin e ri shtetëror Nën Tereza dhe sigurisht që edhe studentët shqiptar do të kenë edhe kushte më të mira. Më të mira, me që do të kombinohen metodat e të dy universiteteve. Ende nuk është zyrtare, por besohet që këto dy fakultete janë afër bashkimit dhe sigurisht që praktikat e njëra tjetrës do t'i bashkojnë në një dhe profesorët, kuadri, por edhe vendi hapësira ku do studiojnë, sigurisht që do t'jetë e përbashkët. Ferikan, të faleminderit dhe suksese të më të qeshme me emisionin. Televizioni Shenja starton edhe me një emision ekonomik i cili do trajtoj tema që në mënyrë të drejt për drejt të angojnë xhepin e qytetarëve. Tema e parë e emisionit ekonomik që do të mund të ndiqni sonde në orën 21:20 është buxheti familjar, harxhimet që ka një familje dhe mbijetesa ekonomike. Autori i këtij emisioni është gazetari Abdullah Berisha, të cilin gjithashtu e kemi të ftuar në studio. Përshëndetje Abdullah. Përshëndetje. Edhe për ty vlen e njëjta, do të thënë urime me emisionin e ri ekonomik, cilat do të jenë ato tema që ti do i trajtosh në emisionin e parë. Po, Isnisha, duke mbarë parasysh se opinioni shqiptar, publiku shqiptar më pak has në emisione ekonomike, edhe krahas asaj se edhe ato emisione ekzistuese trajtojnë tema të përgjithshme makroekonomike që ndoshta ndonjëherë mund më shumë të shqetësojnë, të sjellin dezinformata tek qytetari ordiner se sa të qartësojnë çështje të caktuara. Kemi marrë një vendim duke u bazuar nga kjo që të trajtojmë tema që janë më afër xhepit të qytetarëve dhe më aktuale sigurisht. Ne do të trajtojmë tema të përditshmërisë ekonomike, me cilat përballen sigurisht qytetari i rëndomt. Sa rinaj ta kalon një muaj me një rrogë që e ka, cilat janë harxhimet më të mëdha të tij, cilat janë harxhimet ku dyshohet se kompanit konkrete përfitojnë më shumë në kurriz të qytetarëve, sigurisht. Por edhe një element tjetër i emisionit është se do të hulumtojmë, do të bashkëpunojmë me kompanit rreth investimeve të tyre dhe rreth inovacioneve. Sigurisht, qëllimi i kësaj është se sigurisht ato investime dhe ato inovacione do të sjellin produkte të reja, apo zvoglimin e harxhimeve tek produktet ekzistuese, që do të thotë se çmimet do të jenë më të ulta dhe do të kursejnë konsumatorët. Pra këto janë të dy elementet që përbëjnë këtë ekonomiks të ri. Të faleminderit Abdullah, me siguri edhe shikuesit më shumë do të kenë mundësi që vetë të zbulojnë gjatë transmetimit të emisionit ekonomik sonde në orën 21:20. Projekti i qytetit të Shkupit dhe komunës së Sarajit për zgjerimin e rrugës kryesore qeverisë Sarajin me Shkupin duhet të përfundonte në korrik. Por pamjet e regjistruara sot nga televizioni Shenja dëshmojnë se rruga nuk është zgjeruar, por vetëm pllakat e trotuarit janë zëvendësuar me asfalt. Ndjekim kronikën. Në muajin prill të këtij viti, qyteti i Shkupit në bashkëpunim me komunën e Sarajit shpalosën projektin që përfshinte zgjerimin e rrugës hyrëse të Sarajit, që e lidh atë me qytetin e Shkupit në gjatësi prej 664 metrash, deri tek rruga hyrëse për në fshatin Lubin. Rikonstruimi i kësaj rruge i parashihej të mbarojë në afat prej 60 ditë pune. Mirë po siç shihet edhe nga pamjet, rruga nuk është zgjeruar, por ajo që është punuar është trotuari që ka qenë me pllaka betoni, është zëvendësuar me asfaltim. Qytetarët e Sarajit nuk e kuptojnë se për çfarë arsye e kanë bërë këtë ndryshim projekti. Nuk e kuptojmë edhe ne, dëshmenis me punu ajo hapësirë e rrugës, ajo punu në qëtër punë. Nuk e di për çfarë çështje e bën ata. Qytetarët gjithashtu e cilësojnë si gabim dhe potencojnë se Saraji është pretendent për qytet ndërkohë që nuk investohet as pak. Saraji është pretendent për qytet bëhet, nuk investohet asgjë. Edhe i lusë zotrin që i kanë në dorë investimit, le të mendojnë mirë edhe për shqiptarët. Është gabim. Duhet përsërit çelet punë, nëse duhet zgjerohen, të çelet punë që të kalojnë trotuarët më larg. Bekaton duhet të hiqen, i shesin, luajnë, bëjnë tregtime me pasurinë e qytetarëve. Ndërkaq edhe pas gjithë asaj periudhe të gjatë, ka ende pjesë të trotuareve të papërfunduara.
Projekti i cili u realizua në partneritet me komunën dhe qytetin e Shkupit ka kushtuar rreth 5 milion denar. Në promovimin e këtij projekti, përveç ministrave të ri të ekologjisë dhe ekonomisë nga BDI-ja, morën pjesë edhe ish funksionar të kësaj partie që vijnë nga kjo komunë. Plisi i përmendorës së ISA Boletinit në Saraj tashmë ka marrë ngjyrë të bardhë. Personat e panjohur kanë ngjyrosur kokë më vete duke dëmtuar kështu dukjen origjinale të përmendorës. Përveç asaj, qytetarët kanë vërejtur se 10 muaj pas ngritjes përmendorës së ISA Boletinit akoma i mungon pllaka me emër. Personat e panjohur kanë ngjyrosur me ngjyrë plisin e ISA Boletinit, në busin e vendosur muaj më parë në Saraj të Shkupit. Dikush me vetë iniciativë ka vendosur që plisin e përmendore duhet të jetë i bardhë dhe jo me ngjyrë bronzi. Gjendemi përpara përmendores së ISA Boletinit, e cila u vendos disa muaj më parë këtu në sheshin Flamuri në Saraj. Qytetarët si duket kanë vërejtur se kësaj përmendore i mungon diçka, e ajo është plisi i bardhë. Prandaj kanë vendosur që atë ta theksojnë përmes ngjyrës. Një diçka tjetër që i mungon kësaj përmendore është mungesa e emrit. Në muajin janar të 2016, në Saraj të Shkupit ishte vendosur përmendorja e heroit kombëtar ISA Boletini. Kanë kaluar 8 muaj nga ajo kohë, ndërsa emri i përmendores nuk figuron askund. I vetmi emër që figuron aty është emri i skulptorit, Idris Balanit. Qytetar të shumë që takoi ekipi i televizionit Shenja nuk kishin ndjeni për emrin e figurës në fjalë, por nuk dëshironin të prononcoheshin para kamerës tonë. Ndërkaq kishte edhe qytetar që ngjyrosjen e plisit me ngjyrë konsideronin si gabim nga ana e personit që e ka bërë atë. Po ajo gabim është. Ajo s'e do vetën e vet për të do të. Një njeri si bën do me vetën e vet s'e do. E dim na që është ISA Boletini, po e më nëndë si kanë shkruar, po nuk janë njerës që e shmojnë përmendorën. Po çfarë po do këta? Shumë shtetë i mirë është, çka ka në rregull këtu diçka. Asgjë. Përmendorja ISA Boletinit ishte donacion nga shoqata Vatra e Dervenit dhe ka kushtuar rreth 70.000 euro. Lëvizja vetëvendosje ka nisur një aksion simbolik para Ministrisë së Punëve të Brendshme për të kundërshtuar arrestimin e 6 aktivistëve të saj. Shtetet e Bashkuara kanë suspenduar bisedimet me Rusin për dhënien fund të dhunës në Siri. Vazhdojmë me të rehat nga rajoni dhe bota. Lëvizja vetëvendosje ka nisur një aksion simbolik para Ministrisë së Punëve të Brendshme për të kundërshtuar arrestimin e 6 aktivistëve të kësaj lëvizje në ndryshimi për terrorizëm. Ata kanë vendosur një pankart para Ministrisë së Punëve të Brendshme ku akuzojnë policinë e Kosovës për siç thonë ata montimin e veprave penale. Montojmë gjyqe politike, montojmë çanta me material të rrezikshmërisë së lartë, montojmë shtretër, montojmë kamera, montojmë pllaka, shkruan në pankartën e aktivistëve të vetëvendosjes. Aktivistja e vetëvendosjes të Utrusta tha se ky aksion është realizuar me qëllimin që të bëhet shmontimi për rastin e arrestimit të aktivistëve të vetëvendosjes. Sipas saj, policia e Kosovës ka bërë montimin e çantave me materiale të rrezikshmërisë së lartë për të dënuar më pas aktivistët e vetëvendosjes. Ajo tha se vetëvendosja do të vazhdojë me organizimin e aksioneve të tilla deri në lirimin e aktivistëve. Rreth 1/5 e fëmijëve në vendet në zhvillim jetojnë në varfëri të skajshme, thuhet në raportin e fundit të publikuar nga Banka Botërore dhe UNICEF. Në raportin të titulluar Dhënje fund varfërisë së skajshme, theksi tek fëmijët të publikuar të hënën thuhet se në vitin 2013, 19.5% e fëmijëve në shtetin në zhvillim kanë jetuar me të ardhura prej $1.9 në ditë. Në raport theksohet se rreth 385 milion fëmijë rrafsh global jetojnë në varfëri të skajshme. Shtetet e Bashkuara kanë suspenduar bisedimet me Rusin për dhënien fund të dhunës në Siri. Përmes një deklarate për media, zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit John Kirby ka akuzuar Rusin dhe Sirin se kanë intensifikuar sulmet në zonat e banuara me civil. Shtetet e Bashkuara pezulluan kontakte dypalëshe me Rusin lidhur me konfliktin në Siri. Në një deklaratë, zëdhënësi i Departamentit të Shtetit John Kirby tha se Shtetet e Bashkuara po pezullojnë pjesëmarrjen e tyre në kanalet dypalëshe me Rusin, që ishin vendosur për të mbështetur ndërprerjen e luftimeve. Nuk është një vendim që u mor lehtë, tha ai.
Javën e kaluar, sekretari amerikan i shtetit John Kerry kërcnoi se do t'u jepej fund bisedimeve me Rusin për shkak të bombardimeve të saj të vazhdueshme në qytetin sirian të Alepos. SBA-ja tha se departamenti i shtetit nuk ka kursyer asnjë përpjekje për zbatimin e marrëveshjes me Rusin për paksimin e dhunës, por fatkeqësisht Moska nuk i mbajti angazhimet. Përkundrazi, thuhej në deklaratën e departamentit të shtetit, Rusia dhe regjimi sirian zgjodhen të ndjekin një kurs ushtarak, siç duket edhe nga shtimi i sulmeve të tyre nga zonat civile, ku kanë vënë shënjestër objekte të rëndësishme civile si spitalet. Ndërkohë presidenti rus Vladimir Putin nënshkroi të hënën një dekret që pezullon marrëveshjen me Shtetet e Bashkuara për asgjësimin e plutoniumit, që përdoret për prodhimin e armëve. Ai përmendi si arsye veprimet sipas tij jo miqësore të Washingtonit. Ai tha gjithashtu se Shtetet e Bashkuara nuk janë në gjendje që të garantojnë zbatimin e detyrimeve të tyre për përdorimin e sasive të tepërta të plutoniumit. 3 shkencëtarë të lindur në Britani që aktualisht punojnë në universitetet në Shtetet e Bashkuara kanë fituar çmimin Nobel për fizik për vitin 2016 për zbulime teorike të tranzicioneve fazore topologjike dhe fazave topologjike të materjes. Akademia Mbretërore Suedeze e Shkencave sot ka shpallur se fituesit e këtij çmimi David Tholes, Duncan Haldane dhe Michael Kosterlitz e kanë hapur derën në një botë të panjohur ku materia mund të marrë gjendje të pazakontë. Më tuqe në arsyetimin e dhënjes së çmimit Nobel për fizik theksohet se laureatët e sivjetshëm kanë përdorur metoda të avancuara matematike për studimin e fazave të pazakonshme ose gjendjet e materjes siç janë superpërquesit, superfluidet ose filmi Hall magnetik. Vlera e çmimit Nobel është $930.000 amerikan. Këto çmime për arritjet në shkencë, literaturë dhe paqe së pari janë dhënë në vitin 1901 në harmoni me dëshirën e industrialistit suedez Alfred Nobel. Kaq nga sporti për sonte, natën e mirë. Të nderuar shikues, ndoqet lajmet, natën e mirë.